Mbrëmjen e sotme, Gjesti ka qenë duke pastruar kuzhinën në shtëpi, ndërkohë që ka kënduar një këngë për Eglin. O s'kam lënë vend pa të përmend, o shpejt më ke dal prej zemrës tem. O Egli jem qysh s'po fol me mu, qysh për nën dit dashnia ken ka shku. Qysh për nën dit ti me ke haru. A më ke thënë se shumë të du. S'qen ka qenë dashni, por pas ka qenë fiksim. A zemra jem ke bë eskalim, këndoj Gjesti duke qeshur. Egli ka qenë duke rregulluar dollapin e saj të rrobave, ndërkohë që Gjesti i ka shkuar atje për të biseduar. Gjesti e pyeti Eglin për një gatim që po bënte, ndërsa e ftoi për të darkuar bashkë. Egli ju përgjigj duke i thënë që ta linte Rehab. Ik ore më lër Rehab. Nuk e di ti ke qenë këtu. Kam qenë jashtë. Faleminderit, por sa po hëngra, nuk mund të ha 3 herë njëra pas tjetrës. Ik atje ku ke zemrën, i tha Egli.